Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, ja si të largoni dhimbjet e nervit shiatik vetëm me udhëmolle. Dhimbjet e nervit shiatik mund të ndikojnë në të gjithë trupin. Ata që vuajnë nga kjo patologji fizike janë shumë të vetëdijshëm në një mënyrë kronike, por ka një lajm të mirë i përfaqësuar nga një ilaç i thjeshtë që mund të ndihmojë që çdo gjë të bëhet më e durueshme, madje edhe për të zhdukur plotësisht dhimbjen. Vetëm duhet të ndiqni këto udhëzime me kujdes për të reduktuar në zero dhimbjen muskulare tipike të inflamacionit të nervit shiatik. Para se të shkoni në shtrat, ne ju sugjerojmë që të vendosni 10 litra ujë të nxehtë në një kovë ku mund të vendosni këmbët tuaja. Natyrisht, temperatura duhet të jetë e durueshme nga trupi ynë. Shtoni pak udhëmolle dhe krip në ujë. Futeni këmbët tuaja brenda dhe largojeni ato kur uji të ftohet. Pastaj, lani këmbët tuaja dhe thajni ato me peshqir dhe shkoni drejt dhe në shtrat, duke u përpjekur kështu për ta mbajtur zonën të ngrohtë. Ditën tjetër vazhdoni të bëni të njëjtën gjë. Menjëherë vendosni çorape ose gjëra të ngjashme dhe mos I mbani këmbët të ekspozuara ndaj të ftohtit. Përgatitja e këtyre procedurave për 6 muaj do të ndihmojë për të luftuar dhimbjet të nervit dhe njëkohësisht inflamacion të rastit të nervit shiatik. Ju mundet që të vazhdoni me këtë metodë edhe kur dhimbja juaj të bëhet akute. Nervi më I gjatë në trupin e njeriut është pikërisht nervi shiatik, por shumica e njerëzve nuk kanë dëgjuar kurrë për këtë. Ai fillon në pjesën e poshtme të shpinës, shkon përmes këmbëve dhe ulet në pjesën e prapme të këmbëve dhe përfundon pikërisht në këmbë. Kur nervi shiatik I një personi nervozohet ose ndezet, ai përjeton në dhimbje, mpirje ose ndjesi shpimi që shtrihet nga mbrapa poshtë përmes këmbëve. Mjekët shpesh përshkruajnë ilaçe për të lehtësuar dhimbjen dhe zakonisht ndihmojnë, por kjo nuk funksionon për të gjithë. Nëse jeni duke përjetuar dhimbje akute, atëherë ju duhet që të konsultoheni me mjekun tuaj. Por në qoftë se dhimbja juaj është e tolerueshme, atëherë ekzistojnë një sër metodash alternative që mund të dëshironi të provoni, duke përfshirë edhe këto në videon ton. Dhimbja e nervit shiatik ndryshon në intensitet, por për shumë njerëz është e padurueshme dhe krijon probleme tepër të mëdha në jetën e tyre. Ecja ose ulja bëhet pothuajse e pamundur duke parandaluar një person që vuan të jetojë një jetë normale. Dhe ndërsa mjekësia mund të ndihmojë, ushtrimet natyrore e adresojnë problemin rrënjësor. Nëse vuani nga dhimbja shpirtërore, provoni këtë truk përpara se të shkoni në shtrat. Çfarë do t'ju nevojitet? 10 litra ujë që është I nxehtë, por është ende I durueshëm dhe nuk do të djeg këmbët. 1 litër udhëmolle gjysmë filxhani me krip. Mbushni një enë të madhe me ujë të nxehtë, uthull edhe krip. Lëvizeni këmbët derisa kripa juaj të tretet. Mbani këmbët derisa uji të fillojë dhe të ftohet. Ngrini këmbët tuaja nga ena me kujdes. Pastrojeni ato dhe shkoni në shtrat duke u siguruar që këmbët tuaja të qëndrojnë ngrohtë gjatë gjumit. Shmangni ecjen zbathur kur të zgjoheni. Në vend të kësaj vishni 2 çorape dhe shapka. Ju nuk mund të vëreni një ndryshim shumë të madh pas herës së parë, por nëse e përsërisni çdo natë, duhet të vini re ndryshim të madh së shpejti. Shpesh lëndimet si pasojë e ngritjes së peshave të rënda nxisin dhimbjet e nervit shiatik. Dhimbjet e nervit shiatik vijnë në një trajt agonie të vërtetë. Problemet me nervin shiatik zakonisht e kanë piknisje, hernjen diskale që shkakton komprensim dhe inflamacion të shpinës.
Sipas të dhënave, faktorë të tjerë të rrezikut janë mbi pesha, ndryshimet në shtyllën kurrizore, jeta pasive dhe njëkohësisht qëndrimi ulur për një kohë të gjatë. Gjithashtu, nervi shiatik dhe dhimbjet e tij kryesisht trajtohen me ndihmë mjekësore, por krahas tyre ekspertët rekomandojnë edhe disa kura natyrale terapeutike. Kurat natyrale kundër dhimbjeve të nervit shiatik. Trajtimet kundër dhimbjes së nervit shiatik trajtohen me medikamente kundër inflamacionit dhe përqetësimin e muskujve. Këto trajtime juve do t'ju vinë në ndihmë menjëherë. Qepa. Qepa mund të mos ketë një aromë të këndshme, por përbërësit e saj luftojnë inflamacionin dhe zbusin irritimin e shkaktuar nga nervi shiatik. Masazhojeni zonën e dhimbjes me pjesën e brendshme të gjysmës së qepës duke formuar kështu lëvizje rrethore për 10 minuta. Këtë masazh ju duhet që ta bëni të paktën 2 herë në ditë. Gjethet e lakrës. Sipas informacioneve, vlera terapeutike të lakrës janë funksionale edhe kundër simptomave të nervit shiatik. Ngrohni disa gjethe lakre dhe vendoseni në zonën e dhimbjes. Mbajini për 10 minuta dhe nëse është e nevojshme, përsëriteni këtë 2 herë në ditë. Vaj i xhenxhefilit. Vaji esencial i xhenxhefilit lufton inflamacionin. Kur aplikohet në lëkurë, ai shkakton një ndjesi nxehtësie e cila e mposhtë dhimbjen. Hidhni pak vaj në pëllëmbët e dorës dhe masazhojeni zonën që ju dhëmb. Masazhi duhet që të zjasë për 8 deri në 10 minuta. Këtë masazh duhet ta bëni çdo ditë derisa të shikoni se dhimbja po largohet. Gjithashtu, hudra përmirëson qarkullimin e gjakut dhe eliminon dhimbjen. Hani një thelpi hudhër esën në mëngjes dhe përpara se ju të shtriheni për të fjetur. Vaj esencial i lule menekshë. Ky vaj përdoret kundër disa lloje dhimbjesh. Ai aplikohet në lëkurë dhe gjithashtu, fal masazhit, përmirëson qarkullimin e gjakut. Masazhi me këtë vaj efikas duhet të zjasë 10 deri në 15 minuta. Ai nuk duhet të jetë i fortë dhe duhet përsëritur 2 herë në ditë. Përveç kurave natyrale, njerëzit që vuajnë nga nervi shiatik duhet të shmangin lëvizjet intensive që mund të përkeqësojnë situatën. Pako akulli. Në çast mund të lehtësojnë dhimbjet e nervit shiatik, ju mund të përdorni një paketë të thjeshtë të bizeleve të ngrira, të cilën mund ta mbështjellni me një peshqir dhe ta vendosni direkt në zonën ku keni dhimbje. E lini për 20 minuta çdo 3 orë dhe dhimbja do të largohet plotësisht. Temperaturat alternative. Pakoja e akullit mund të sigurojë një lehtësim të menjëhershëm, por nuk mund të trajtojë inflamacionin menjëherë. Prandaj duhet të aplikoni një paketë të nxehtë menjëherë pas paketës së akullit, ose mund të bëni një dush të nxehtë. Masazh, një nga mënyrat më të suksesshme dhe që ka dhënë rezultat në lehtësimin e dhimbjeve është bërja e masazheve me vaj dhe akull. Masazhet duhet të bëhen çdo ditë për 30 minuta çdo seancë. Çdo hisëmor që vuan nga dhimbjet e nervit shiatik duhet t'i vazhdojë masazhet për 15 ditë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësoj këshillat e mjekut tuaj dhe nuk ka për qëllim të mbuloj të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!